Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Këshia Show. Faleminderit shumë publikut që gjithmonë na ndjekin në numër kaq të madh, se edhe gjithë atyre që kanë agjeru, Zoti ka bull agjerimin edhe agjerim sa më të lehtë. Faleminderit edhe sponsorëve tonë, atyre që e mundsojnë realizimin, është Uji Sibura, një shishe Uji Sibura, është një hap drejt jetës së shëndetshme, është prodhim vendor. Faleminderit shumë. Është Pija Aronia, po ashtu prodhim vendor, që është lëngje 100% natyrale, që nuk është vetëm lëngje natyrale, por është edhe lëngje shëruese. Për gjithë ata që e dinë vetit shëruese të Aronijes, e gjenë shumë lehtë në Prizren, pronore Sad Berisha ka nga Zvicra dhe ka investu. Dorëtërgjitje pas se është prodhim vendor. Është Kopier Computer Center Kosova, për ju që gjithmonë më pyesni se ku e kam marrë këtë laptop që ka pyetje magjike, e gjeni te Kopier Computer Center Kosova me lokale fizikisht, gjendet te stacioni autobusëve këtu në Prishtinë, si edhe në Instagram apo në Facebook. Faleminderit shumë. Është Çekar.mk aparati për shtypje, gjithë që doni me marrë shtypjen, një aparat I tillë ju duhet me siguri në shtëpinë tuaj, e gjeni te Çekar.mk. Faleminderit shumë. Si dhe për fund është shlirimi kompani që bën pastrimin e shtëpive. Gjithë që dëni me pastru shtëpitë tuaja, kubzat, kockat tek shtëpia, shlirimi kompani ja pastron me një çmim shumë të lirë, nuk keni nevojë me lyshpirë me fasadë, po ky vjen ja pastron fasadën. E gjeni në Facebook. Do ta tregoni pak se kemi prodhime vendore. Shikues të dashur, sonte do të flasim me një mysafir shumë interesant dhe special, sepse ai merr kërcënime institucion. Belen ashtu edhe më shumë. Sa herë që e postoj në Facebook, sepse ka qenë shumë herë në emisionin tim, se është meki I emisionit, ata e kërcënojnë shumë. Më herët ka posë edhe atentat ndaj tij. Me neve sonte është avokati dhe ish ushtari I Shtrisë Lirimtare të Kosovës, Gazmend Alilia me dorëtërgjitje. Ja, faleminderit shumë çelë. Si edhe musafiri I dytë për sonte që ka ardhur me një llok të ri, Musa Smoli. Faleminderit shumë dorëtërgjitje për mua. Faleminderit shumë çelë. Për shkak të Ramazanit, ju për më respektu se e di që agjeru shumë gaze, nëse dëni pak mundi më fresku me ujë para se me hurma dhe me lëkom. Faleminderit, nduket veç kam riku, apo? Po, është. Po. Ani inshallah Zoti ne ka pranuar gjithë. Amen, faleminderit shumë. Edhe atyre që s'kan mujt me agjeru apo s'kan dashur për arsye të ndryshme. Zoti ka mëshirë të madhe, besoj nga unë jam në gjendje që mu lut nga sevapet e mia me marrë me avçu atyre të sidomos atyre që kanë pas dëshirë të agjerojnë, po për arsye shëndetësore apo punës të angazhimit që nuk kanë pas mundësi. Unë e që prisha gaz. Ti Musa për prisha jo? Unë e kom për ditën. E ke ndreq. Gaz, di me ti, për filloj me ty, se s'kena pas matë në studio. Ti, para se me donë tema pak ma të rana serioze, ti je besimtarën, e di që je gjithmonë agjeron edhe je beson Zot fuqishëm. Po, nëse veç e shqeqojmë shembull të marr Mickunjen, apo shqeqojmë diellin që rrin me gjatë temperaturat mallësia drejt pa mojt kërkosh. Ose fyllat e burrës që deri të binë tokë nuk prekin asnjë me njëra tjetrën. Kjo tregon që Zoti ekziston dhe ka fuqi mbi gjithçka. Shumë e vërtetë. Pastaj ndërtimi I njeriu I trurit, I syve, I gojës, I këmbëve, që tash natyra veç shihet që është në kohën e heshtjes, mirë po brenda një muaji gjithçka ringjallet. Kjo të tregon që edhe njeriu ringjallet. Në farë mënyre Zoti është I rëndësishëm edhe për ata që s'besojnë, sa për ne që besojnë është diçka jashtëzakonte. Erdi, bravo, dorëtërgjitje, bravo. Gaz, para se me kalu tek Musa Smoli, po çka që edhe pas kero më peshëm, unë po ta marr lakmi për vetë se. Më kanë pyet shumë, ne on kod bëj me arsye shëndetësore, do thotë ka qenë domosdoshme, mirë po ka qenë edhe domosdoshme edhe për shkak që një peshë pa nevojshme ka qenë diku mbi 100 kg, tash jam në ato që duhet me qenë, nëse mu e maj që është jashtëzakonisht mirë. Pasport, pa kur jo vetëm do thotë ushqimi I kum reduku shumë. Tjera çështje kanë në rregull. Nuk ka bëu diçka të jashtëzakonshme, se ka dikush që do me hu peshë, po do të bëjë diçka të jashtëzakonshme, vetëm kujdes se ushqimi diçka tjetër s'ka nevojë. Gaz, a mendoni që pa dashur me ofendua s'kan feja ka pak edhe për përdorur për reklamacion? Për shembull dhipa të ndryshëm. Po, është e vresshme te secili. Mirë, po secili ka atë librin e vet, jetën e vet, kapitullin e vet. Po, secili se tek feja do thotë veprat vlerësohen mbas qëllimit. Ka dikush që mendon që pa agjeruar mirë po duron vetëm unë. Ka dikush që falet 5 herë në ditë, mirë po ai nuk fiton asgjë pas lutjes. Sepse ban për qëllime tjera. Ka dikush që nuk fal, nuk agjeron, po fiton më shumë se sa unë që kam agjeruar gjithë ditë. Sakt. Sepse unë çka e di unë
sot so herë ka mujt gjatë ditës me i dhnu dikanin, me dëmtu dikanin, këtë në mënyrë pa vedeshme. Kështë nuk do të thotë që unë që pas në agjeru sot, jam maj mirë që se dikur që s'ka agjeru. Ju, ato janë ato i din veç i madhe zot, prandaj unë e baj, nuk e baj për sport, nuk e baj për dietë, po e baj për qëllim që ka thonë Zoti ashtu edhe ka mundësi me bëj ato punë ato. Edhe një pyetje pak më relaks se Ramazani tash masi para se me kalu te gjykata speciale që son të vërtet. Ke qenë polis një gua, po? Kam qenë, do thotë zyrtarisht kam dhënë dorëheqje me 13 dhjetor 2021. Detajës po më intereson pse ke dhënë dorëheqje, po më intereson çto barceleta që i bojnë me policë, janë për me burra ju. Me rëndësi ju për shtaten. Po, ju për shtaten. Shembull është një ona që një policë ka zonë një hajnë dhe hojnë i ka thonë mush me ditë sa kifle i kam të jap të dyat. A ke nikë si barceleta? Ka edhe shumë ma të rënda, shembull një fëmijë 3 vjeç ka dashur me tregu diçka prindit polic, edhe i thet prindi nuk kuptoj se din që un polic jam s'kuptoj. Thet bab, thet aq ka me ta thjeshtësu sa edhe ti ke me kuptu. Do thot fëmia 3 vjeç edhe polici ka me ordën aty që edhe ti, ani pse je polic, po edhe ti ke me kon gjendje me. Ose ajo barceleta tjetër me policë që i kanë thonë për shembull policit domethënë polici ka shku sikur me ordë te unë, me thonë ka vjedh Sadria me thonë, po jo be kam vjedh fëmia, thotë çish be fëmia më të më çullë, s'ka dhe fëmia s'ka 100 kg. Ky çon as një burr. Pastaj ajo është ajo tjetra këfuri që për me kthy pak vëmendjen e kam marrë një urë dikon midis rrafshit të mendu që hajt le të mendoj njerëz sa bëjmë diçka, kur kanë shkuar nëse kanë pa policë veç i kishin shtri grejpat aty me nxon peshqi, pse s'ka pas pikuri. Në fakt një policë gjithmonë për këtë pse vërej vonë çdo na është. Po jo shiten më shumë këtë botën. Po, këtë botën. Tek e pa në anglisht shembull çka bojnë. Institucioni policisë do të më kuptuesi se nuk ka diçka i dhunës. Mirë, po është një zbatuesi ligjit dhe do të ajo të janë popull do të më pranua edhe kritikat edhe vrejtjet edhe hajgaret. Është vërtet. Ata nuk janë një aparat që do të më qenë të pa prekshëm. Ata janë pjesë e vërtet. A dolmi në temë se mos e selam me fol, po ç'tash të lëm. Në temë të gjykata speciale se kush e sheh emisionin dhe Sadria për më të mirë gazës penguc. Tash fillojnë pyetjet provokative. Dash pak më shumë që është Ramazan. Mund të bëj pyetje shumë të rënda që mund me qenë, mirë po me shpresën që mund me qenë dobishme për dikon mja hap sy dikuj. E vërtet. Edhe unë du më ballafaqu me ato shkrimet e mia, temët e mia që i trajtoj. Kreson të kemi trajtu. Po du më ballafaqu me ato se për dikush vërtet nuk e kupton në esencë. Prandaj pse mos më pyet? Nuk kam shef diçka. Gaz, kështu për shembull kush e sheh emisionin tuaj thotë për shembull pse një avokat kështu dal thotë për shembull filoni kriminal, filoni kështu pa fakte, pa argumente. Ai ka hije kështu në aspektin profesional një avokati. Realisht kriminal si kam thujt asnjëherë. Kriminal korr. E keni intervistë nëse s'gaboj dikon te Klan Kosova ku i thur në bashkë me Florent Zeqa e kon, që ke thonë ai mbrapa, për ashim thoshin. Po kriminal jo, ndërmarrje për bashkët kriminale i ka thujt prokuria në është pjesa e akuzës, i kom thujt edhe on, sepse është pjesa e akuzës, ajo është terminologji juridike, mirë po kriminal jo, unë edhe kur shpall një fajtor nuk e thujt me atë. Një herë kam thujt një person, mirë po ai ka dalë ashtu aty, tamam ka dalë ashtu kur kom thujt, mirë po jo sa janë hagu, po fjalë për dikant tjetër. Po mirë po ndërmarrje për bashkët kriminale po, mirë po jo kriminal. I dikon janë 3.000 intervista që i kam në për media. Me një status, e kini status, se tash Facebookin ta kam blloku, ta kam fshim, po e kini status ku ke thonë, për shembull nëse hipotetikisht del që Beadin Allahu që është gjallë, edhe shkon paraqitet në hall, krejt domethënë kanë mungrit komp më çuditëve çashimi ju. Unë e di çka ke dësh me thonë. Pra, sipas me ke pretenduar që hashimi e ka vrarë. Pak më ndryshe. Kam thonë kështu, nëse gjatë gjykimit mbrojtja Hashim Thaqit i drejtohet trupit gjykos që mos e ndjekni klientin tim për Beadin Hallaqën sepse ai nuk është i vranë, është i gjallë dhe çdo moment pritet me hy këtu në sallë, në atë moment hapet dera hen dikush të gjithë që nga dera përveç Hashimit. Pse? E tash pse vazhdon e ju me atë Unë e di pse, domethënë ti ke dashur me thonë që Hashimi e di saktë që ai është i vdekur. E din saktë që është i vdekur. Po pse a ki fakte për këtë? Unë kam thënë din si është i vdekur, për tjerat e ka prokurori edhe trupit. Po ka thënë për shembull prokuror në herë më të bën pyetje me thon gazmen. Çet fjalë që e ke thonë a ki pruva, por se na bësh tash shumë interesant. Do më akuzoj njëri tjetrin. Unë më fol për shumë gjëra, mirë po jo për gjëra që janë proces, sepse për shembull gjykatën speciale mundesh me çujt me lloj-lloj emri.
shrequin këta. Raciste, po. Pa. Nuk e ka dert. Mi po me prejkë në proces nuk lejen. Me prejkë në proces nuk lejen. Pa ke qenë ti dëshmitar për që këtë rast në Hagu? Unë, kjo që është në proces dhe nuk i flasë. Po dëshmitar, mirë po, ndëgjë, mirë po kontributi jem, unë mendoj që është shumë domethënës. A ke qenë dëshmitar në asë? Kontributi jem e shumë domethënës, nuk pa flasë ma tepër, edhe nihna shumë krenar për çdo kontribut që kam dhënë ne pranë kësaj gjykate, po flasim, më fal. Pasuri kombëtare sepse sjell dritë për viktimat. E vërtet. Po flasim në aspektin profesional. E vërtet? I zështoj e vërtet se ti del. Jo, e vërtet po flas për ty, jo për akuzën, unë spajtoj absolutisht me ty. E din opinionin që spajtoj. Për shembull mua që më thashë s'më ka vrarë kurrë. Unë përderisa nuk e shoh dikan me vepra, me fakte, unë s'flas. E kam kështu ligj. Ti na shtaj debur, unë s'di. Dëshmitar ki drejt me kallëzu që e kanë Hagu, nëse e kanë. Dëshmitarin mbrojtër ju, me sa e dion. Ndëgjë. Po tham, prej ditës parë, unë dhe inteligencë policisë kur kam punu, në zyre tem, kanë punu hetust edhe me 2 ndrime. Në institucion, hetust e në gjykatë speciale. S'pa flasë masa, ne i njohëm. E vërtet, po thamë e vërtet që po besaj. I njohin, e din, niku kam u krenu dhe ma tepër për kontributin që kam dha pse. Kush jam mon me vra dikan, me marrë jetën dikuj. Kush jam mon me poshtru dikan, kush. Nëse kum luftu tjetër. A mos pe ban ashta pak e ke kthysim personale për shkakun? Jo bre, po te na e devijojnë qëllimin. Ti veç çojeni diçka. Deri tash ma kanë çujt babën tem të ndjerë udbash. Tash thojnë, ja kanë kallë serbet babën e ky se kanë ndjek Serbin. Do të tash po del që nuk po paska kohë. Po me kishin marrë për emisionin tim se unë të më thonë i pori që të. Po në rregull, po. E tash ata që kanë çujt ashtu njërin e vran, njërin e djegun luftë. Ku po mbesin ata? Ku atë pas kanë dërgjë. Jo, çeni tjetër për babën tonë. Me çe për mene. A ke bo, domethënë thirrje apo a ke pas ndonjë farë thirrje ose ndonjë apel mi bo thirrje kur Slobodan Miloševići ka qenë të akuzuar në Hagu, ju me shku kundër tij si dëshmitar. Për shembull për djegjen apo vrasjen e babait tuaj. Ndëgjë, baba jam nuk ka vrarë për thirrje as për mezh. Është vrarë nga një regjim puro kriminal, shtet genocidial dhe kjo shkon në mënyrë institucionale. Nuk e ka këtu. Pa ke bo apel në institucionin e Kosovës? Në institucionin e Kosovës patjetër. Mirë, po çka më bën që vetë Hashim tha që ka shpërbon institutin për holumtimet luftës. Ku ka fakte për këtë punë? Po, do të thotë. Cilin vetë? Ndoshta në 2000 nuk pam shumë i sigurt, ka qenë ministër ai me shurdhës që i thon ai Abelar Tahiri. Është shpërbon institut. Po është instituti tash. Tash është diçka tjetër. As më tepër. Se për lodhja ka bën vetën gjatë ditës. Po, s'ka. Agjerimi jo për lodhja. Mirë po aq më tepër që e pat nxjerrë dhe idenë me fal krimet e luftës, fatmirësisht nuk e lejon drejta ndërkombëtare. Përndryshe, përmes njerëzve të Hashim vetë do të më fal pse s'kan kuptim këtë çështë, më çysh nuk kanë kuptim. Kush mund të falë rastin kur zonjes që ka dalë Rukia në Bion, masakrin ju ka shkruar ju kanë nxjerrë fëmijë pe barkë. Kush mund të falë ato? Kush mund të falë masakrin e Liaj, masakrin e Reçakit, 400 masakra, kush mund të falë ato? Këtu e ka bën Hashim Thaçi përmes njerëzve të tij, mirë po fatmirësisht prokurori Jack Smith, ai ta heton edhe kryetarin e botës. Po që ajo është tash të gjykuti, pse e din? Ai më pas veton në përmendor atij në mes drenicës diku 27 metra. Pse nuk qëndrojnë ato fakte që është pagu për Rusisë kështu? Po jo, ai ta ka hetu edhe Donald Trumpi po çfarë? Po is Donald Trumpi tash për Shtimburg ato se ka nuk është Shtimburg, po nuk vetë Donald Trumpi të soi për këtë sistem rësi, sa vendime ja ka kthy gjykata në zero. Jo. Po unë e di që është akuzuar gaz. Akuza diçka tjetër. Mirë, po ai njëri është njëri. Domethënë shumë që pranon që ekziston prezumimi i pavajsisë. Këtë rast e ti e ke shkel disa herë prezumimi me pavajsisë, ti si avokat. Sepse gjykata nuk ka vendosur hala për krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës. Vendos gale moski. Po derisa nuk vendos ata janë pafajshëm. Prezumohet që janë pafajshëm. Mirë, po asoj s'ku më thonë janë të fajshëm. Ja ke thonë për intervista. Unë besoj të fuqishëm që janë të fajshëm. Fuqishëm besoj që janë të fajshëm. Prit, ta veçmi Musën. Se kena vetë pat. Musë, çka mendoni ju për këtë temë? Për temën që po thotë ky janë të fajshëm,
Jo, unë besoj që janë të fajshëm, po thotë krerët. Atë pse thoni besoj sy vetëm? Po. Ma shumë se gjykatës. Gazmendi ka shumë përgjithësi si ka qenë edhe avokat edhe si luftetar, edhe si Drënicak. Drënica ka qenë vatër e heroizmit, gjithmonë ka qenë rezistenca e shqiptarisë, kështu si unë isha me synin tem isha ndryshe gjanat. Shamull Gazet kisha mi thonë kështu, na kur e morëm armën me luftu kone regjimit serb, e morëm për shkak se pat represion të madhe, pat vrasje, pat bon krimet moja në Kosovë. Edhe ata njerëz për fat keq nuk ditin me korrigju veten se ka pas tradhtinat moja gjatë kohës, domthon udhimin kohë. Në luftë ka pas tradhtinat moja për Rusi, për shumë për Francë beta na onve dhe nuk është e thonë se ata kanë mujt më konë perfekt në të nasenet. Po unë i kisha senet shtu. Ata se shumë kush më ka kritiku, më ka onë qysh për në rënë fjallë të herë kështu e kështu. Nuk muj me gjujt poshtë një sen kur kanë qenë njerëz ikon, kanë qenë presit e ushtrisë lejmëtare, kanë qenë themelusit e ushtrisë tonë. Kush kanë qenë presë themelus? Që ta që në hovë. Themelus, që më kush ka qenë? Themelus të u që kësë jonë, bashkë me Adem Jashajnë, me këtë dëmahon që kërë, edhe unë të jem pjesë të tyne. E tash nuk muj më konën e, unë e kuptoj se ka thonë nëna, isha Allah mdes djali për i noti tresë. Po në këtë aspekt, kisha më thonë, gazmen, jene të bëj gabim, kanë thonë me e mirë është një kurvë e meshme, kjo fjallë pak banole, se një budallicë e mëralshme. Mos jem të lujtu në të rolin e budallicës mëralshme. Qysh, kërkoj folje, po jem të marrë një farë thonë, mos jem të lujtu rolin e budallicës mëralshme. është shumë e gjëna, shumë është e pa drejt, e këshyri dje një emision në Klan Kosova. Del vullnet gazetari, është Krasniqe, i katunit Jakub Krasniqit Koshëreja ka, del është gay man, thët unë kom shef mu puth me mashkull, e prezentën ftyrën e Drënicës, një gay man. Po ja, bali. Aja e prezentoj, aty edhe tha shumë bukur, e prezentën para popullit tonë, shqiptarë, që jenë me vinja vjetë, jena njerëz më të mirë në Ballkanë, në Evropë, gjithkun, do më onë e prezentën gay man, a Jakub Krasniqi si ka qenë që lura e të para të UÇK-s, ka qenë kënaria kumbit, do më onë Jakub Krasniqi mi mojë 16 vite burg, për atë 10 vitin, për që lëri që pekëzojmë në te edhe shumë djerë, unë e jem fat me fat, që ku jem konë pjesë të tyne, do më onë më prezentohet gay man, si njëri mirë, prezentohet morali jonë për mes Rita Orës, ambasadore shqiptare, që kalën me zozake flenë e përdor droga sene, e shifti njerës që kanë themelu UÇK-n, që kanë nuk po thëmë se s'ko gabime, se unë të ke funit, edhe një kem në Sezanov në shqiptarë. Unë e shënë Facebook. Ka njëri që ka 3 Facebooka për shambë. Mu një Facebook që e ka original, më foli mirë, thëmë i lumë ju në për sa bukë më foli. Po në tjetë në Facebook më shonë qash është për si ma ka prishë dhe dashëri që e dua dhem. Kjo është e pa drejt njërzore. Qysh është dhe mund shme edhe që tu Facebook më shep, edhe ki se te sa në të din ma mirë, po unë bëtë më thonë. Qysh është e mundshme, unë edhe ti djem lufte, njerëz më të mirë të kumbit, ku po jetë kënaria jonë, si unë e i vetëmi popull në botë është pa e po, me sy, që e ka vra, se nëse ti e din, cilë e ka vra, sigur, unë e kom ardhë me ty, me nëzërë hakën, me ty bashkëvish, jo, ti po, unë i mrami. Unë e shoh, ma gjënë smojnë e ku pas gazetar 17 muaj ka bon luft në Drënicë. Në Drënicë do më në për Kosovë, për në Drënicë ma shumë t'i ka kalu mirë. E një për shembull unë e ma gjënë smojnë kur folë për Samil Ushtokun, thët, Samil Ushtokun ka thirë s'di sa herë mi odhonë ushtarëve moral. Qysh mi odhonë moral? Si është ka bonat mirë, ka më konë kështu, ka më konë kështu. Shabat Droga, tha ka qenë luftëtar i fort. Komandant Kamishin luftëm?
Kështu që unë nina kënor, si thot Mazhuni, me mus Jasharin, me këta i kam filmat i kem krejt në përdonicë, masakrat, që i kanë bon qëndrez, kur se kom një t'i volë kesh për ta. Dhe ma unë, Drenice bili e ka këtu. Këta emra si i përmene, a i ka po dikosh në vijat frundin në herë? Po. Kush ka po Po, edhe kominqëzime. Jo, unë e kominqëzimet, se i kem 5, Mazhuni i ka 5 orë film dokumentar. Ja, film. Jo, unë cakta e, Mazhuni ka nëtë vijat frundit. Mazhuni ka nëtë zona dukës. Jo, edhe thot, kështu. Po të garantojnë, pashport luftetore më të fortë. Se qëta që pëti përmeni unë Shabadroga, Samil Shtaka, Mus Jashara, krejt patin gjio në ty. Edhe ti me gjitha, edhe une. Jo, nuk më së përzim me ta që unë anë e të unë për ty s'di gjanë. Ja, ka drejt për të përzim. Jo, unë kom drejt, se me njeva të i full për ty dikush full i mirë, që e kom po në vitë frontit. Ta është kena me tonë. Po nuk është të thonë edhe kjo. Se hona s'ky pas i raqë. Unë nuk po du me i mbrojt ata, se që m'dojnë me mbrojt ata, unë e veshim ka du me thonë një të vërtet. Na kur e marrë me luftu, ne e marrë me luftu kundrej Serbis. Po, e pse u dash me vrorë shqiptar pasare? Unë që ta është me ty, ti bën biznes. Je avokat, bën biznes. Edhe mbrojnë njës të këqi, se te ki për të ty me mbrojnë njës të këqi. Po nuk është të thonë, njës të këqi e për me mbrojnë. Ti nuk je për me mbrojnë njën e mirë. Janë njën e mirë s'ki nevoj, se s'ka mu mbrojnë njën e mirë. Po ti je për me mbrojnë njës të këqi. Më sëngot, lutna, se është pak fyre. Shteti bjen qafë edhe njerëzve të mirë. Shteti bjen qafë njerëzve të mirë. Shpesh me bohë filma, shpesh bjen lajtë. Po. Do thot, nuk do thot, se e shet panderë është njëri keq. Jo, për kundra zi shumë ka njerëz që edhe burg majnë që nuk kanë bërë kur gjë. Na patëm një rast më herët që e kontaktuam 19 vjet burg, ti je bindur që nuk ka pas baj fare me ato vepra, për shkak është ngarkulla shpall fajtor. Mirë, po pse se njerëz shteti përbën për njerëz, për popullit, ata gabojnë. Do gabojnë me qëllim, do pa qëllim, do për me hinë qef, dikuj do kanë interes. Me qeron në gaz me gabu 11 vjet, mujnë me gabu 1 vjet. Po jo një sekund do shumë i ranë, në është i pa falshëm, se mja mor dikuj liri 1 sekund do shumë i ranë. Mirë po ndodhin këtu. Musa e tha një diçka të vërtet, tha, nëse e di kush kohë ka vrahë, të shkojnë bashku në... Na nuk jak merrëm kërku, jo është ligja që merr. Po është edhe tjetra, Musa tha, dhe me thonë ata kanë luftu sene, s'kan bo, ti i thoi Musës nëse s'gaboj, atë është e letë me vrahë njerëz. Dhe me thonë, mësa e kumë pohën e akta akuzën aty dhe me thonë nuk folet për vrasje politike. Sepse e di me fakte që dikush të, ka shku dhe ka thonë më kanë sulmu, i ka thonë cëllën vetë të 2001. Thë në falë këto jenë atë në vitin 2000. Ka ndodhë krime mizore, kuptaje. Individuale, jashtove të përgjeshëm, jashtë idejës dhe qëllimit u QK-s, u QK është pasuri kombëtare. Ama po mirët gjykata speciale me këtu? Po qysh nuk mirët. Deri cilin vetë është gjykata më falë? U dhe me 31 dhjetor mirë, po ka rasti që ka trajton edhe jashtë asaj. Pse au arreston njerëzit që pengun drejtësinë vitin që shkoi. Do të veç pak. Ja, pengimin drejtësi është interesant. Flas për UQK-n. UQK-ja është e shenjtë. Populli ka qenë UQK, secili, do thotë, UQK diçka e shenjtë. Tani dikush ka qenë pjesë aktive, dikush pasive, dikush në formë indirekte. UQK është vlera më sublime këtij popullit. Po lele bregat UQK-n, lele bregat. Po bregat pa është eron për shembull, po ta bëj një pyetje kështu tjetër. UQK-ja gjithë sistemin. Është eron për shembull, na e kena posë edhe këtu në studio. 60 shqiptarë kanë marrë pjesë kundra Slobodan Miloševićit. Jo që tjetra. Kemi posë Nazmi Yusufaj, i cili ka punu në Niku si financier në gjykatën e Hagës, këtu në këtë studio dhe ka thonë une e kom posë rasmi po, bi 100.000 euro, ja kanë qitë, dhe me thonë, mbrojtjes së Slobodan Miloševićit. Shqiptar. A është eron për ty? Po qysh nuk është eron? A i ka qenë kasap i Ballkanit. Edhe nëse Hashimi, hipotetikisht ka po diçka, s'ka po për marra se Miloshi? Po zgudzera mu krasu e Miloshin. Po Miloshin e kanë... Ko shqitor që i pe krasat? Miloshin e kanë ndeshku gjithë bota demokratike, ja kanë bombardu Beogradin. Po na se kanë ndeshku alo? Po na nuk gudzojmë po si Miloshi bre. Po jo si Miloshi. Na, men se me luftu, unë po menaj, në shtajmë gabim, me se me luftu na me bo një gjikot të Hagës e speciale kundër atynve, që na kanë masakru sporit, ta na më morë me të udë. Kur së dosh me bo aty? Kur së dosh? Këta që janë Haga, patën po 20 vjetë. Pane dhe pse se banen? Nuk i justifikoj, vish po thamë, adi. Pse se banen?
Pse nuk e banë, përkundazi e nxjerrën idenë mi fal krimet serbe, s'kan kuptim, po qysh nuk kanë kuptim krimet. Qysh nuk ka kuptim, shembull, veç në fshat Skenderojt në masakër janë ekzekutuar 147 djemë dhe burra. O pajtuna, unë shpesh e tham, domethënë, Drenic ka më shumë ka varra marrëdhënie dëshmore se sa ka 400 masakra në krejt Kosovën. Janë veç luftës fundit, veç amnistia lutë në bele kjo është që duhet me kon çamën e misionit. Është shumë bre damshme kur e kufizojmë gjenocidin e Serbë veç në 98-99. Pse nuk tregojmë prej viteve 1900-ta, 1911, 1913, 1923, 1927, ku jetë masakra e Gjirlante, Dugagjinit, Toplica, 640 fshatra, ku mesin atu, vite gjatë të teta, gjatë natë, të nita, ku më dhejtë kërën helmu student. Shpërngulja shqiptore, sa në gjatë. Kufti përmen këtu, e përmen në 98, pse dojmë me thonë si me neve ka fillu historia, me neve ka mbrojju, ne jemi pjesa e fundit. Në shtrabe gjeneratën të nuk përfundën, sepse Serbi ka punkte. Stash me Serbi pjesën e veriut, a i ta lipa dhe pejet. Stash me pejen ta lipa dhe shëngjinin, sepse e kanë ta shkencën, ushtrin, fen, i kanë një vend me zgjeru territure sa më shumë. E çka mendon për ta që e votuan gjykatën speciale, domethënë atë farë rezolutën kundër gjykatës speciale? Çfarë rezolutë ka ajo? Çka? Se di kryeministri Kurti e votoi. S'ka rëndësi. Au votu rezoluta me zbatu ligjin. Të zbatu ligjin është. Au votu rezolutat kur ishte shtunë në lista e shtetit. Po, çka ndodhet nesërt? Kur gjon, gjykatë zbatoi ligjin, po të zbatu jam. Ne onë quajnë gjykatë raciste pro serbe, anën tjetër kërkojnë me zbatu ligjin. Nëse është gjykatë raciste pro serbe, pro ruse, pse pe kërka me zbatu ligjin? Ne onë pa thu që po na, zbatu ligjin, onë tjetër pa thu s'një si gjykatë. Mas 2 ditë një farë proteste, nga ishin brapa ishin njerëz në pershesh, atë Ja, në ka njerëz, ka qenë proteste jashtëzakonshme. Ka pas shumë njerëz ka. Jo, vetëm në sekond drejtësia politik mirë. A kanë të njëjtë 2 ditë më herë që përdorin organin më të lartë politik si lloj presioni për gjykatën? Po e përdorë vetë kryeministri Kurti. Ja, kryeministri nuk e kundërshtoi ato që propozoi PD-ja, nuk e kundërshtoi. Po e votoi. U çu që deputeti fatos. A pajtohet që e ka votuar? Jo. Pse? Jo. A ka bëu gabim si mos te ja? Po gjykata, s'pa du me janej. Ja du me kallëzua ka bëu gabim. Nuk e vlerë se e veprimi me kryeministit. Gjykata e ka punën me zbatu ligjin. Çfarë pse kërka me zbatu ligjin? Vetë në sekond. Që 7 vjet, ja që 5 vjet të gjys, se shtohet diçka tjetër, thonë që po shkelen drejtat. Hajde në proteste po shkelen drejtat. Cila drejt po shkelet? Cila e drejt? E drejta mbrojtës u plotësu edhe për te asaj. Ekip mbrojtës, ato avokat me emër që janë nivel global. E drejta në fate, nuk po shkelet, në vizita ju, në pajisja me shkresa ju, në propozim për dëshmitar të mbrojtjes ju, në vrejtje, ankesa, parashtesa, qatë që kanë shpika një prej vete, me bo një emocion për me nxirr gjykata aktë gjykim, në gjithë procedurës ja ka leju. Ani pse e ka refuzu pastaj me vendim. Unë e këmë thonë gjithë, procedura ka me zgjatë minimum 7 vite. Ja këmë thonë 100 intervista, kanë thonë avokati, çfarë avokati, kjo ata 3 muaj, 90, 1 muaj me 12 janar, me 21 dhjetor. 7 vite. Sot janë bo 5 vite gjys, ende nuk është bo shpallje aktë gjykimit, pas shpalljes vjen përpillimi aktë gjykimit që i dënë minimum gjadet, pastaj ju dërgohen palve, pastaj palët e kanë kuhën e përgatitjes së ankesës, pastaj ju kthehet prokurorisë për përgjigje në ankesë, pastaj rasti shkon në apel, apeli minimum edhe në vetë gjys, të thotë ka me tanzo 18 vjet vetëm zbatimin e procedurës, zhvillimin e procedurës penale. Thëshë, a u Kosova mos gocë? Pse çka do bëjmë me Kosovën? Çka do bëjmë me Kosovën? Për arsye se Goran Murati, ministri i financa, frikja dojti një buxhet prej 11 milionerë mbrojtjes së tyre. Mirë po. A është humbje? Mirë, a është humbje kjo pushtet? Në atë aspekt po. Mirë po në aspekt tjetër nuk Kosova. Pse? Po boll o gaz na hub në aspekt financiar. E tash jo, kur është mbytyje drejtësia nuk shyer financa. Po jo, si mas te atë pas ka nevojë mbrojt, edhe ministri e Goran Murati domon ka të bëka bëm, si mas te. Aja punë është e rregulluar me ligj, dëgjë. Drejtësia nuk ka çmim. Gjykata ka më dhënë epilog përfundimtar. Ka më nxjerr akt gjykim meritor. Akt gjykim meritor. Meritor i bën lirus apo denus. Kupton e? A nëse i liran? A e zati që janë pa fajtur? Jo. Pse? Pse unë besoj syve të më shumë se vendimi i gjykatës. Bravo, po ti thon pak më herët para 10 sekonda thonë që meritus. Po. Denus apo pa denus? Unë tregoj aspektin procedural, ligjor çka vendosë gjykata. Po ti ai beson në aspektin procedural. Akt gjykimi lirus jo.
Veç më dënu paqora? Jo, ja. One e kam perceptimin tem bazë të përvojës dhe asoj çka unë e di. E çeni pyetje tjetër para se më dorë të muza. Nëse ai lirohet me aktgjykim, na do të pranuat aktgjykim. E vërtet. Pavarësisht unë s'kam mendoj Pyetja tjetër që mu ka duke e ron për shembull për një avokat si ti, më fal që po të them, si profesionist. Gazmendi ka thonë se do komandontë ai kanë kollë mjekrat se janë tut kur vinë serb kanë mjaft lidh mjekrat. Kush janë ata komandontë? Me lidh mjekrat për lisi ose prej autoblinda. Po, është deklaruar e jutja. Faleminderit që PD, që është e jutja. Unë alkool nuk pi asnjëherë. Jo, dikush se pranon. Mos u ngot, çka do të thotë se dikush thotë kam qenë ndikim të alkoolit. Krejt çka kum fol. Kam qenë shumë normal, shumë i vetëdijshëm. Shumë normal, shumë i vetëdijshëm. Bravo, unë nuk jam sikur ai thupra që u lakoj ke atje në Hog. Se kam qenë çfarë ke diçka. I kanë kallë mjekrat në ofenziven e 25 shtatorit 1998. Kush Çavic? Mos u ngot. Disa tjerë e kanë pagu zhvilletën e vjetër të përdorë 70 marka me hjek mjekrën, i kanë marrë zhvillet, e kanë qanë një lloj pipi, një lloj shtage, kanë shti dhe me ata, disa tjerë kanë varpu pe kësaj kodën tjetër mu lag pak mu njerësi që me hjek ma lehtë. Kush i ka kollë mjekrat? Një veç një Bile kam pësu edhe djegje shkollës 2 që këtë gjanë një kohë nuk kanë guxu me dalën publik. Për shembull, veç një I vjen momenti. Mirë po pa fokus jo vetë vol. A janë komandonta që i kanë qenë, a janë sot në për funksione apo kështu? Çto, më shpënau të Po çysh nuk janë funksione. Nuk ka shtor që ka kollë mjekrën. Nuk ka komandant skuadrë që ka kollë mjekrën. Janë kësi farë nivel pak më i lartë. Edhe ata janë kësi komandant hajdukash. Profitire. Ti ofendon ato që kam vdekë se Femilla Drusi ka bujt mjekër për shembull. Jo, s'ka bëj Femilla Drusi. Jo, s'ka bëj. Ajo vra bashkë si burrat. Qysh vrahet shqiptarët, qysh i ka hije shqiptarët. Femilla Drusi ka nejtë e shpitur kërë. Dikush mund me keq kuptu, për çfarë ta Jo, se keq kupton, jo, dëgja. Ka shumë njerëz që kanë bërë mjekër me krenari. Jo, gjitham disa. Sikur kur flas për sistemin prokurorit, tham disa çfarë për disa komunata. Është vra muj Krasniqi në kufi, mos e ka kalço rreth u kthy edhe herë me luftu ka duk pak. Është vra, ai ka pas mjekër. Mirë pa ai ka qenë një gjigant. E vërtet. A dëtari i jashtëzakonshëm. Po, ka qenë komandant, po ka qenë gjigant. Patrioti pashëç. O, njerëz, unë ku mujt nashta mu fjalos me ta, nashta gjithçka. Po ai ka dëshmu që ka shqiptar, që ka bën nana njëri me gjak shqiptarit. Femilla Drusi ashtu, anë që ata tjerë ti ke spërdur masin, nuk pa duhet herë. Mirë po, jo ja, jarat atje janë se cilën çani ka cajtuar të Skënderajt atje me dofar, edhe na kishom atu buën me dofar. Inshallah se ki fjalën për Samin tash me me. Ja, bash. Sa u kon? Çka? A ka bën çështo ai? Ja, nuk përmena unë jam. Okej. Mus, a pajtoni ti me Gazmendi se thot pak më herët të bëjmë. Gazmendi është historinë veti, po unë jam tjetër, po më bjen me përdora pet, kur e vetë shumë i asman, dhe i kukua dhja e babë, se këtë e më prezërin, babë, si më konë për të prezërini. A ka po se rose që i kanë kollë mjekrat për shembull, pitun të sa? Që i kanë kollë mjekra, nuk më i me ditë, unë ku gjonë, vishë në më një me ditë. Unë ku mjetu në Amerikë, u që keja, është për herë të parë në historitë popullit shqiptarë, që ka luftu për vetë vetën. UÇK-ja është vlera ma sublime e popullit shqiptar ndonjëherë që ka ndodhur. Po na po për individ po flas. Po disa grupe po përfundoj. Sa UÇK-ja po. Hera parë një jetë, po ata janë udhëheqësat e UÇK-s. Jo, hera parë një jetë në popullit shqiptar që ka ndodhur një luftë e vërtetë me luftu për vetveten është UÇK-ja që ka luftu për hera parë, jo me luftu për Gjermanin, jo për Krajlin, jo për Italianin, jo për Turkin, po ka luftu për vetveten. A ke potin e kanë të kështajtu këta të UÇK-s? Kush? A ke po në Kur? Se vëq gozi pas ka Djem të UÇK-s, ngojtë që për thëmë. Jem ka shudit nëse këto mas luftë e komunismi në i. Unë e kom një kështu për shamë. Kom një në Dallas, kur arë në Dallas, një e ardhë azylant, edhe më thëtë mus, në drenas, thamë në zanë, mu edhe një tjetër, në shtinë sebë në dhomë, thamë në dha në rëzaka me homër, edhe tha një 2 ditë e 2 net në majtë, tha kur dëllim për nevoj, tha në shtinë me i homër, që ta. Edhe unë ja bone e pyjtje, thash, a bo me të vetë më burë? Pse s'liftove, bili masit kanë shtinë mu i dhënu,
veç shqiptari pranën me hangër flështineve që e ka bon, edhe sot është veteran që e njeri. Po lebrat pjesa mon dhe. Një, dy. E kom unë njeri që më ka thirë prej Kosovë, më ka honë në Bronx, apo ma mon filonie në dhomë, po më, ja kum thonë dhomën, e kesha ku në thmi në kanë Kosovë, unë isha të jetu në Bronx një vjetë këm nejtë. Kër ja bona Leondën me shutë avokati i Shqipnis ka qenë, tha oro Musa, më thirë në telefon. Tha pse më bjenë kësi njerëz, pse? Tha po fol kesh për u që kenë. Unë e më isha në dhomë, e kesha u që keshe. A mo pytja ishte tjetër. A i fol kesh për u që kenë, nga. Pytja ishte diska tjetër. Sa njeri ka të vërom, Pyetja ma ishte shumë diçka të tjetër. për mërzina. Kjo është problemi, ma shumë të për mërzina. Sa njeri ka të vërom babën, migjen, kushërinin, tezakin, u shkule e mru për jashtë ka thonë ma kanë mytë u që keja. Qysh po kem mundësi na me po kështu? Ftyrë, jo mundësi, që po kem ftyrë. Urna? Qysh po kem ftyrë? Jo në si ftyrë ish. Apo nëjna e hongër flështine vetë, flështine ka hongër, nuk ka morë orë me mjak E qka i propozën Gozit? A ke potin e kush të evron e ka? Kur? E qka kemi thonë Gozit sonte? Gozit kisha me thonë, o gjuna, një njëri me vlera luftës, një njëri me vlera familjare, që jetën në Kosovë, babën që ja kanë djegë Serb, na duhet bëma ata burra se e din para se me hin luft 1500-600 falë. Anton Qeta është heroi i kumbit, që ka fal, ka pajtu shqiptarët. Para se me hin luft, jena pajtu. Dhe ma unë gati, ma shumë, jena vranë me veti, ju e din në Shqipni sa vranë në atë shtatën. Vëllaj, ka qenë numër shumë i rrezikshëm. Edhe sot jënë të uvrojsh dhe ditë. Mus, a kanë egzistu qenët e ndalimet në për gjitha zonat? Burgje gjatë luftës. Une nuk kum pa. A e ditë që kanë egzistu apo ju? Ja, unë kum në një gjithë shka në një për shqiptarëve, por rajnë shqiptarët. A pa dhe me të regunë Rajnë e ty, shqiptarët. Shqiptarët rajnë. Ma rajnë sa shqiptë shqiptarët. kapnun për fjale, Ma rajnë sa s'ka. Po? veç në zonë Drenicës i ke pas disa, janë lidh njerës për grazhdit kuale. Janë lotë Kush është lidhur. lidhja gaz, me full me Po fol. jo, Shkon një me tjafu që ke shkry, vëllaj, ti li famuti, ju kon shpionave pas, gjinë mutave pas, në një më e shqiptarët? Luta, mos ngol shpreje. Mos ngol shpreje. Unë vesh po foli për gjata zinjë une. Vesh lutna. Ata që kanë përstjell me regjimin e Miloševićit, në fillim se u QK-ja që ka fillu luftën për katë, do në fshatamin mas pare. Musi Jashori ka qenë komandant. Herë parë, po në ushtar, unë me uniforme kom po Musën edhe Rasim Kiqinën, që të sëtë nuk o gjallë Musa është. Si kur sot ka orë lista, mos e le shemull këto me hinë zonin ka kontrolë për ju që këj. Mas një jave pashe që vike që a njëri në uniform, mas 2 jave për me pas një punë me intervenu të komandanti o dash për mesatim me intervenu. Ata njerëz, në luft janë bo shoqerusit më të afert të disa komandantëve, mas luftë i kanë marrë pozitat më të larta dhe kanë qenë ortak në firmat me ta. Për shembull kush bre, do të më thonë o bre ka me qindra me një rast. Edhe Hashim Thaçit nuk i fal një gjë. Pas asaj që ushtu trajtu rast atje. Njerëz më të shantazhon ja ka dhënë pozitat më të njerëzve. Për shembull, një. Pse përmes tyne Ministrinë për mëna, ju një që përmes tyne pastaj përmes shantazhit tyne i ka marrë nën kthetra. Për shembull. Një post. Me qindra. Po bëni veç një post. Me që pas ka me qindra? Këqyre prokurorin, këqyre ato. Po flas, për shembull në Drenas ka qenë një zyrtar policor i biri një policë që ka punu deri afër kohës luftës. Ajta ka udhëheq gjysmën e policisë kosovare. Po tash s'mund me ditë tashimi për këtë bre burr? Për këtë shtëpi se ka ditë. Çe tjetër agaz? Edhe një flet dushkën e Sora, është përgjez edhe ka ditë që. Jo, pse sa zoti. Për zotin shkruan Kur'an çashtu. Të nuk bjen i fije dushkë pa e ditë zoti. Te bonë zot hashim. Mos. Ja, spajtona. Anë ti mos spajtë. Ja çeni pyetje tjetër. Ti e ke posë edhe ke qenë avokati familjes Imeri, konkretisht i Imerit. Po. Imeri njerë ka dole ka akuzuar Hashim Thaçin që më ka vrarë vllavin. Çtu në studiet tame ka orë ka thonë, jo Hashimi sesh, sa Hashimi o burri mirë, po është Samia. Ana, ai për. Masi një javë dite ka thonë jo Samia, po ka orë me Musën. Mus ka punë për fjole, ka thonë na 70 LTK. A është e vërtet Mus? Po. Pa në çerçetina, ai unë përgjigjet. Unë thash këtë vrasit. Ai përgjigjet. Çështetina po ti e ke qenë avokati ti, është mirë. Çka ka lidhje? Unë nuk më ja Po mirë, ti si avokat, ç'e merr për shembull një njeri me çësi dëshmi ku ti u merr mua?
Fatmirësisht, gjykata nuk lidhet vetëm për një dëshmi. Është edhe tenant kodin procedurës penale dikonene 253, 257 te kufizimi i provave, gjykata nuk e shpat e panderën fajtor duke mbështetur dhe duke dhënë me rëndësi vetëm vendimtare vetëm. Çka do të thonë? Çka vendos ti? Prova duhet mund të lidh me njëra tjetër, mu vlerësu se cila veç e veç, pastaj mund të lidh me njëra tjetër. Ai avokati ti mo? Ja, nuk jam. Pse? Çështje normale janë këtu. Po pse? A pajtohesh me këtu që i ka thonë ai? Jo, nuk pajtohem. Pse? Një do të mendzoni pozicion. Një pozicion edhe me qëndruan ta. Këto po m'pëlqen ti. Shiqani 3.000 intervista që i kam nëpër media. Dikujt ju kanë shumë, po janë për 3.000. Nëse mundi me gjetë një ditë vetme, një moment vetëm, që kum lunë unë linjen që kam, për hapme dhe krahasoj me sikur do që i ndrojnë mrena ditë 6 herë. Asnjë rrethon. Veç me faj kemi një shok, halo. Shumë shok i mirë. Pse? Pse ka dhënë kontribut shumë madh mas pare. E mirë, çeni pyetje tjetër. Me mos ja. Përgjigjen. Me zbulu, me ndjek ka pas guxim dhe vullnet me ndjek rastin e zbulimit të dhavti, mirë po shumë rase. A ka rekrutuar njerëz për me qenë hap si dëshmitar? Pyetje që e thjesht, kam drejtë apo pyetje? Pyetni ju ata. Po të vesh ty pasi me unë mendoj që ka dhënë kontribut shumë madh pranë asaj gjykate për të drejtën, për zbatimin e ligjit, për zbarjen e rastave. Një dëshmi e dhënë nga Ali Saita i përballë prokurorit amerikan në mbetim, ti e di çfarë është dëshmia në mbetim, thotë që Faj Kimiri me nufkën Adidasi dhe Floriani, veçanërisht Floriani, ka ardhur ka lip spore urat fëmijëve, e kam bilet deklarotë, dhe mund të më gjithë. Për navigacion dhe me mos më menaxhit, më ka paraqit si njëri cijës, edhe mandej me ta kena shku, ai thot, s'po thamon, kena shku në Beograd, thot, edhe jena taku me Bojan Dimiqin, mandej na. Kur nuk e besoj, Faj Kimiri ka vlerat pa kontestueshme kombëtare. Çka çështu gaz? O kur nuk e besoj. Po çepe hipotetikisht të thonë që dal. Çka nëse me 31 gusht. A ki me dol publikisht me thonë ti me kërku falje? Çka nëse me 31 gusht bie burr bjen. Çka nëse bjen Bajramin Ramazan bjen. Po pyetje hipotetike kam drejt, se çka nëse a del ti publikisht me kërku falje? Po nuk e besoj që ndodhi. Po nëse a del. Po nuk del. Nuk del se unë e njeh shumë mirë. Po ka dalë për burr, apo flasmi nëse, çe po. Ai njeri ka gjak shumë të pastër. A ne pse propaganda e shikon? Na pezom, a del ti me thon publikisht falje? Po po insistoj që nuk ndodh aja, se unë njeh shumë mirë zotëri. E do biseda do përgjime të Milajm Zekës që i ka qit? Po lebre, po çfarë? Lebre. Burraj përgjime ka qit tjerë. Unë starti me ChatGPT që thoi fluturu krejt. S'janë aty. Yes, më konë më kishit mundur. Ne në vitet 80 kemi pari fare filmin Vandomi të rekshën do Vandomi me 10 vitet 80, ku ka e sa teknologjia, jo nuk e besoj. Sidomos për atij që fermanes besoj hiç, absolutisht besoj. Mund çka mendoni për këto? A mendoni që pirrotlojmë fjalë dëshmitar që kanë qenë atje, dikush do të ma ka vjedh lupën, domosdoshmë nuk është dëshmie. Për këto vesh një deshta me Çe po lidhet, pa problem. Pak po lidhen ajo aty, po lidhen dikon tjetër. Masi kum prek me dorë, jam kon tavlin me burrat më të maj të Amerikës. Burrat më të maj, kum pas rastin me net bili spokti kushret e mi, tafrit familjes që kanë me Bill Clintonin. Në atë ku kur Amerikanë kujtën se Amerikanë po rreshtuar mas kriminalëve. Amerikanët e kanë quajtur George Washington. Ata kanë qenë Kanaria kumbin, ngonjo, unë jam më vetë si kumbin. Jack Smith është amerikan. Vishto. Jack Smith edhe ata është amerikan politikan. Kur e kanë ngrit akt akuzën Dick Morty me këtë farë akt akuzë jo. Kur e kanë ngrit ai akt akuzën në Evropa. Ti e din mirë që Evropa na kalon neve në Serbi edhe 1919. E vërtet. Domthonë e dim na kush është. Kur e kanë ngritur Rusia, Evropa, kur na kanë lënë neve në Serbi. Po nuk po e ngriti zonën, po do më tregu kështu të vërtetë. Jo, më ngritë zonë s'ka problem. Kur Amerikan morin vendim edhe rreshtuan ka për ka, do për dore, me ushqen. Me ashimin me kadrien. O, këta janë konkursor, unë jam më i vogli, po jam më i mirë, pse e dua them tem. Edhe sot e mbroj. Shumë kush mendon që unë jam mënu edhe unë, po me shërbit ligit s'ke gjë më keq. Unë i kum shërbit ligit. Më kum do vetëm pse. Ç'se të thon? Unë kum thon, baba jam. Nëse ka kry shërbim, ka pak sebet, ja futi që ke shkry. Unë ju kum një mu të leshve, i liki s'kani, i liki s'qetë bërni, po ju kum një mu të leshve.
Apo thus që Hashimi ka qenë prisi i UÇK-s. Që ta shkallëzoj shka është i ligi. Apo do të thotë që Hashimi është prisi i UÇK-s. Po. A keni vetë kur ka thënë kam qenë larg via frontit. Ata po thonë vetë kur thot Gjem Serbin. A mos ka të bëj kjo? Vesti klak, dhe ka thënë interesant. Kur folin njerëz ma eminent Amerikan që folin. Kanë qenë njoftuar ata. Ngonja. Jack Smith, mas e ngrita këta kuza. A ju morë me këta kuzë. Ky po thotë që çka po thu gazete? Dëgja, ata s'kanë qenë me po. Vallai, po të garantoj, po të garantoj. Unë s'po dal më kurr, as në rrugë as në kon. Jakub Kasniqi. Ngoshe unë kum fol ka mërzit na vetë si pse s'ta kanë rehabilitu neve luftetarëve më të mirë. Kanë bot pa drejt. Tu munum ju po shërbim drejt, ja kanë pa sherrën drejt. E çka po dëshni më thon për Jakubin? Po do më thon, në poshtë njerëz më të mirë të kombit. Në poshtë njerëz më të mirë. Unë më kisha dosh më kon bobi jam i çifti Jakub Kasniqit, se është krenaria e kombit. Mi moj Jakub Kasniqi 16 vite burg. Për lirit Kosovës, sot me ne në burg, ka gjë më gjuna. Po tjerë janë vrarë. Jakub Kasniqi nuk po ngonjë, është shumë e vërtetë. Dikush vrarë. Dikush, në poshtë, në botën shqiptare, që thot Jakub Kasniqi, ma ka bosh qëtoma, të e se na jem rrezën në Që me to. Me ty, po. Po, unë nuk për di se ka problem me shikema, u këtan? Kom problem. Në poshtë, pa fokte jem na. Që këmë së asmojnë si unë me ty. Me këshu Facebook, i nënë gruje mirë është. Kom në dhonë maksimumin e kom në dhonë. Kur njerës bukë që i komojt me bukë, kur s'kanë pas mundësi ka mja mojt, se shumë kush me nënë që ju hinë luft, s'ka guzu me ikë me grahë, hinë malë kujtës që ju konë liftetarë. Jo, bre burë. A ka mundësi ti për shambull mu, kur në Mitrovicu ne, u bo ma gjënë Smojli gazetare i thirë i tha mu, zlave jam, jesot jakur, rënë ma gjënë Smojli. Tha buk për popullin, jesot jakur. $8,000 i qësha me Vestunion. Po mos ta del pej teme se pastaj pa merr kohë tjetër. Ja që, val mus, s'po dolmi. Po të veta ka qenë pres Hashim Thoqi, a e vetë çto? Hashim Thoqi, jo si ka qenë pres, po ka qenë ikon i historisë dhe UÇK-s. Ikon. Nuk ka vlerë më të madhe si më kon këshilltari i UÇK-s për politike, për gjithçka. Deklarata truri i UÇK-s, truri. I UÇK-s ka qenë Hashim Thoqi, se truri mohet politika do t'i apo e din so për rëndë gjallin atina. Unë po vjen kesh. Ai që 5 vjet e gjys ti po ti. Jam ko kërkush. Truri politika. Truri thash, nuk ka qenë. Nga, vishni sa gaz. Gaz, problemi nuk jeni të mor. Nuk jeni të mor. Truri ka qenë. Ti po thu presi UÇK-s, ai ka qenë larg via frontit. Nuk do me thonë për shembull me qenë truri UÇK. Ja, po do me thonë që s'ke luftuar sekond krajë UÇK-s. Po ata s'ka pas sta për dira s'ka pas kur gjë. Quar protesta për ja, shta përgjithshëm ka posë. A ke vetë Hashimin a me gjujnë shkoa ju? Kush ka vetë këto e mu, na e na konë për rëndësishëm. A ka qenë truri UÇK. E Musa, a ke vetë Hashimin sa ke gjujtë me snajperit, ka me vroa, ka mos me vroa? Ja, kur. Pasë nje, a ke pona? O bre buraj, aj nuk ka nejtë me këto, se s'ka pas një aj ka nejtë, go. Hashim Thoqi ka qenë truri UÇK-s, truri. Apo në gjerë me vëmendje diçka. Mundësia ma e artë në luft, mos mu grith, as mos pëtë hongre miskuja dosh me kom me bashkë me Hashim Thoqin. Gjenën i njëri që është grith që ka qenë me Hashim Thoqin gjatë në vitet gjithë i luftë. Gjenën i njëri që Ademi Ashari. Me Hashim Thoqin që koha? Ne kemi dokument. Që ka otu me Hashim Thoqin. Ne kemi dokument, na e kemi një dokument që nëse do ta Mos ngot, që është nuk më kuptove. Jo të kuptova. Në një që ka bashkëtu me Hashim Thoqin. Që ka bashkëtu dhe unë po të them. Gjatë luftës. Gjenet veç të se u grith një herë. Mundësia ma e artë mos më grith. A do tjetër, Sabit Gicit. Çka? Është plagus. Ku? Me ka nuk ka? A qysh? Me ka nuk ka? O kon me, nëse s'gaboj me Gania. Me Hashim Thoqin që kon dikush u grith. ka bashkëtu. O, shaketina. A o kon dikush me Hashimin që u grith luftë. Po çka do të thonë kjo? A vro dikush luftë. E çka do të thonë kjo? Ti do të thonë po patjetër e kontesh më qen pjesë e luftës për më kon drejtërisht politika? Shumë gabimin e pak se nuk keni tim. Hiç. Jo, unë jam tim, gozë. Albin Kurti sot.
Une ballafaqohen me punën, me bagera, me vërfni, me gjithçka. Albin Kurti kryeministër, ai shkon me gjipa me roje me atu. Hashim thoshin atko ka qenë koka e ushqes. Koka. Ndëgjoni. Koka më vëlla prej Zotit ai kur u mor. Pas Xhavit Haliti s'ka marr pjesë në shtalu, po është një ndër themelues të ushqes. Po Xhaviti ka net jashtë. A mundesh me thon gaz për Xhavit Xhaviti Haliti? ka net jashtë vija frontit. A ka pa dikush një vend ku vjen Ira Barot, edhe ku vjen Ira Xhak. E çish pse domethënë me patjetër. Po në Beograd të net ai në Kosovë. Vishë ai ka net në hotel. Në Beograd të net, o Rogner është i Shqipërisë. Rogner. Është i Shqipërisë. Për mu vlerë ko ai që ka një Barot. Njështë të maj rrim në hotel Rogner. Po njëri me Amerikanë. Njëri ma është ai që rrin në vit frontit. E mirë, çka mendoni ju gaz? Përveç Hashim Thaçit mos me pas shkuar në Buje që ka qenë unik. Akon vija frontit një unik kur e ka takimet. Masi po të më për më një. Një unik. Ku ke bash vija kryesore e frontit ka qenë unik, kur takohet me Elbrukin. Me ato, tjetrin, me Hillin. Po Hillin, Kristofer Hillin. Po m'fal po. Hashim Thaçi. Ai ka kaluar në aeroport. Hashim Thaçi nuk ka pas rolin më në vit frontit. Në jude. Hashim Thaçi ka pas rolin gabimi mu, gaz. Pse njerëz e kanë bë vet Hashim Thaçin të madh. Se na shqiptar menojmë që krerte o çkës pa çorë këtu me kallash. Jo më rëbu. Jo më s'ka nevojë, ti e kon me kallash, po ti krerë si e. E kon për politikë. Ai ke themelu ti që kën gaz, edhe të mund sa ju. Amerika ja ka lyp. Ju e keni bashku luftës. Kur u themelu që këja, unë se kum dit as çka është. Unë kum. Bravo, dal të vite për gozën. Ju lutem, bravo. Vështirë, James Serbin ka qenë njëri më i mëshmi në botë në atë kohë. Me Allbright e me këta du më honë, ata nuk kanë mujtë parë në fondet, kur kërësat kallashe me hi. Po ata ka nejtë me ta... Kalze ati se ka unë për këdhesh. Unë e be kalze këtina, e kjo e din mirë, se unë e ti në konë që kash. Për ta. Ata kanë qenë kryt. Unë vetë jem anku, në shumë raste, se ka thonë për shamë, zënje që ka thonë një tasuj. Ta bojmë veterani. Jo, gabim është. Këtu ko gabime, ko mes kësojna, kur është ku astronautin hon, e ka shit gishtin edhe ka po token, thot ku mizë pesho token, thot atje sa luftat bojnë, sa ka këtu. Unë e pe kuptoj. Po prashëm thoshin ka qenë si astronautin kur e ka po token. Pse? A nuk ka mujtë më arën mitë frontit me luftu me mu ku im konune. Se unë e kumë kujtë të tirën të jam me nderë. As Jakupi, për shambë. As Jakupi. As Kadria. Kanë qenë kokat. Kush janë kokë ta bre mos me luftu? Ma gjënë Smojli që zë. Në tjek të përgjit. Qa u të kalzaj? Hajtë, që e po. Në tjek të përgjit. Ma gjënë Smojli ka nesh... Ka gozi. Ma gjënë Smojli ka nesh 17 mujnë luft. Ma gjënë Smojli. Po s'ka luftu me arë me kur. Ka qenë gazetar. U shku ka flet në për shatorra. Në për familje. Ka mon shënime i po bre dhe Milaimi thë qështo. Bravo. Ma gjuni s'ka luftu kur. E vërtet? Me arme ndërë s'ka luftu ma gjuni. Një herë, thanë, po, 2 orë ja ku mojët altin vetit, tha se ravan prej s'kej sebe, se të në thonë evo, tha mi ja fut vetit. Dë më honë, e ka 2 orë, e ka mojët vetin, e ka dërzu. Po du me thonë. Hashim Thaçi, unë nuk jem për me mbrojt Hashim Thaçin, unë jem me mbrojt vlerat e luftës. Ta mbrojmë vlerën tonë, unë e ti, se Serbia falimines kur ka thonë... Vlera luftës është të kryme. Ka thonë Hitleri, në kejmë puët këmë ble shpijuna me pare në Kosovë, pa pare i këmë pasë. Ndëgja, anë se edhe angles ka për Gjermanë. Na e kemë një mujë, na jem ka një mujë më Serbis me të madhe. Jo, s'kodaj me Serbinë. Hej, po gaz, një pyjtje, a i besan vesliktar këtë dhe James Rubinit? Unë i besoj shumë. Pa i besan... Jo brata njërës politike. Pa i besan pavarësisë Kosovës, se Amerikanë të kanë lirin, ata kanë bombardu. A i besan pavarësisë Kosovës. Bombardime vë NATO-s, vesliktar ki ka po. Pak ma qetë lutna. Ja, po. Ok, mirë, theshë. Pane dhe po... Ata janë njërës politike, sa ta flasë në aspektin politik. Ata flasë në aspektin politik. Po, politik kanë folë edhe kërë kanë bombardu. Drejtësia folë gjuhë tjetër. A më dhe politik kanë bo dhe kërë kanë... Vlerat e tyne, ndihma tyne është jetike për neve, se nashta veç se të 3 ditë ma shumë s'kështë mujtë me jetu. Edhe mësë më nga pas vra sërt, na për ndojnë një epidemi e kena pas me shku. Falë, e kam obligativë më ndërprej, mi shumë me vend, pa pajtu nga plëtsisht. A me ndën ti, pas gjithë tyre që i kam bu për Kosovën, pas një lloj interesi, Amerika, kry me Veslik Larkin, që e ka bombardu që ka qenë i NATO-s në atë ku, dhe bildin tuni. Tash, pas sa vite lufte pavarësisë, pas luftës pavarësia që shpoll, mendon që përpore ka shku te Hashim Thaçi që u bon aty me mbrojta? Ndëgje veç pak.
Këtë luftës shpej pa pore, tash me pore. Jack Smithi është dërgu kryeprokuror në kohën e kur ka qenë pushtet Donald Trump. Është më thotë që ju ka ngrit konfirmua këtë akuzë, është arrestuar në kohë kur ka qenë Donald Trump. Ata janë Amerikanë. Amerikanët vazhdimisht me personale ndihmojnë gjykatën speciale. Nuk mundin me qenë edhe kundër gjykatës edhe me qenë motori kryesor i gjykatës. Atëherë edhe ata që kanë qenë kryer dikur të domethënë institucione amerikane, siç është James Rubini edhe Wesley Clarke, ata janë tash pensionistë, ata kanë interesat e tyre, ata kanë interes, po jo bregas ata në kohën kur na ka vit më shumë te ata porës na kanë mund me bombardu. Ti tash më thu për shkak porë, çashtu po do më thon. Po mendoj unë. Se për shkak porëve kanë shku. Unë s'po pajtona me ty. A di pse? Se unë mendoj që s'ka porë që e blin Wesley Clarke. Jo, jo, unë mendoj që vjen 3 miliardë euro, mi thon Wesley Clarke ti thuaj si Sadria ka luftuar ç'sot. Ka vlet me porë, blet me pak më shumë porë. E vërtet. Po kur është pyetje shteti Kosovës kur pyetje. Jo, s'ka me shtet, s'ka me shtet, ato janë çështje të ndonjë. Çka ka 44 milionë Ukraina, 44 milionë. Po. Pa ndihmën e Amerikës 24 orë mund i bën rezistencë Rusisë. Një. E dyta. Atë kujtohet ku i tha Gjermanisë Amerika. Apo rreshtohesh kana se ja nisi e forcoi atë rrugë drejtë. Rusin po, apo po të rreshtoj unë. Ngo. Kjo është e vërteta. Na 6 maj e kemi armisht. 6 maj jenë rënë Gratsk ata armiqve tonë, se gjatë kohës... Po mendon që Amerika rënë Gratsk me personelin... Jo, Amerika, jo, e në rënë këta tjerë. Me personelin që morën atje në gjykatën speciale? Po mas më konë Amerika o garancie ju... Po mendon që pa lejen e Donald Trumpit kjo shkudzu dikush musafirin gjatë rrugës mja këthy Donald Trumpit, ha? Donald Trumpit po. Jo. Ja po. Se në Amerikë nuk ekziston Trumpi më i madhi. Jo, nuk ekziston. Edhe a kthehemi tek vroset e pas luftës. Po çaja është tema. Po më kanë bë vrosit sana. Musa e ko, ata dëgjojmë Musa e koni diçka ndryshe mendon prej tij. E ka thonë që në studiot time i bie me ripërsërit, po s'ka problem. Musa pajtohesh ti që se shumë herë këtu thonë kloni Zemunit, siç thotë edhe Gazmendal Ilaj, kloni pranë të Shiku, ka vrarë njerëz. Unë kam citë fore këtë shprehje. Po, a mendon ti që Shiku ka vrarë njerëz ose ti ka thonë më herë që i thoi edhe i merr i mirit këtu, që i thonë ashta çata tut. Unë e di, LPK-ja, unë kom thonë 4 vetë jo në Zeza Kumbit. Gjavit Haliti, Ibrahim Kelvendi, Isa Mustafa, Buja Bukushi. Për Gjavit një mos garanto. Nga në ljarë, kom thonë unë, nuk jom ka garantoj, këta e në konë që i kanë pos parat në durë. Çdo sen që i kanë durë, vra, se që në bon nuk i kanë vra, Jakub Krasni që i këta s'kanë vra, po ka vra parja. E kujna? Parja e LDK-s edhe LPK-s. E PDK-s? PDK-s e LPK-s në bashkëpunim me Serbinë. Së kërë që ta që në zonë 1 milion... Ja, kjo është akuzë zero, po thu PDK-a në bashkëpunim me... Jo, unë po thëmë LPK-a edhe LDK-a, e do ma unë bashkëpunim ta i kanë vra, qeveria Bukushit. Njerës të në vra politikisht me pare. Pa pare, s'ka pas në vuja, e njerës i thash ati. Ja ke do 2.000 mark, ti ka këthuj 1.000 për 1.000 ta ka vra njën. Jënë senet e vërteta, kanë medalë, s'kan nuk ka shonë. Kur kanë mujtë me ndodhë gjatë çfarë periudhe? Këto ta nga kuat, në lufte, mas lufte... A pe bjen bro që gjykata pas ka arsye që Pitrajtej ka... Gjykata ju, që e gjykat ja, në Hagja. Pse? Ajo është gjykat ma katastrofë, ajo është e punume e impunume. Jo. Ja, ato e din ti mira, ajo është e impunume. A ka mujtë me mojë gjykimi në Kosovë, sa ajo është gjykata me poshta që ekziston në botë, e njeve të vetë. Kanë bo krime, kret udhësia botës, kanë bo krime, kanë hongër thmi, e nuk gjykohet, ajo gjykata e amomit është ajo. Ajo është e korruptume, ajo lëm është. Se që të njës tonë, ngonion, nëse është Jakub Krasniqi për mu gjyku, për që ka bodi shka, nëse është për që është të jam une. Pse? Unë kënim kënë vitë frontit në Serbë, unë e unë kalëzëm qefin atyne. Jakub Krasniqi e këta e ju njës tonë më të mirë të kumbit. Po, për nuk veç pak, mos, në dëgja. Asë një këta akuzë nuk është, asë nuk ka me pas, pse ke qenë ushtar, pse ke vra ushtar dhe policë paramilitar në për vijat frontit, pse ke vrati policë. Ko. Asë një... Një për një prokurore ka thonë këta, kanë sulmu stacionet policiore serbe, i ka thonë. Po s'ka akuzë, nuk ka akuzë. Që po qishku, po që ajo është akuzë. Falë se ti e profesionist. E që ka bon prokurori? Kushe njëri të akuzë, prokurori a gjykot gjyqtari? Aja dhjet, ajo është të pakonteshë prokurori. Ti po dhu ju? Aja ka qenë vetëm, është nxerë për i kontekstin, dhe gja. Ja, është nxerë për i kontekstin, ata qaj. Vesh lut na ta gjoj videon. Prokurorin Hog ka thonë. Po edhe unë policia ka thonë. A e keni? Pa ai tregon shumë gjëra, po nuk do të thotë që ka akuzë. Që burr është akuzë, jo bre burr. Prokurori s'fol pa çka s'është në akuzë. Jo bre. E çka fol prokurori Gazi Masteje?
Ato janë pyetje vrasje mizore. Kesh sa Jo tim pyetje, jo, ai burgose thot ka palisë. lexuar çka kanë bë. A e din ti? Po e din më mirë se unë. Ha? Dhe e vonë kam thonë që kena pas gjyqin ushtarak. U që këja. Kanë e kena pas një gjyqtar. A keni pas prokurori jo? A keni pas avokat jo? E mirë një pyetje tjetër, fal. Po se vetë po më nxjerr Qysh fikues. ekziston gjykata me Çe drodën ekziston? një mjerdeke me një gjyqtar? Çe çysh ekziston gjykata? Me pazon ti njerin sikur siç është Nazim Bllaca në kohë të luftës. Ose pja marrë na përgoj emrin, shkorën si një shpion, cillin do qoftë. Çka i kishe bën ti si ushtarë të çekës? Me pazon tu ta shpionullu familjen ku e ka gozi, si komandant i furt, edhe me shku ata me ta vro familjen. Ti çka i kishe bën? Drejt kallza. Në mbetim. Ndëgja. Unë që ke shkry kësha, bip. A peshe? Ja. Unë po. Mos Me papas që ke shkryja kësha fut ati muti që bën kunaj ushekes, kunaj vlera tona. Rruj bre shprejet lutna. Jo, unë mos asfojt jam. Unë foli për veti, jo për ty. Mus. Shpiuna ka pas. Mus, e di që... Ka pas shpiuna shumë. Nga, e di që... Ka pas shumë shpiuna ka pas. Ke përjetu edhe ka halasët. E di që ki ke përjetu Jo, du me të regu, kështu tash, qëto për du me përme. Po mos në gotë. Une me dan lopin kujna hinja dit një nik, i në konë shpia të refugjatëve, konë blëtë sebë, konë edhe shqiptar, ka pas për Shqipnije, i në konë shpia të refugjatëve. Ku e mhi unë në prilep, kem fletat në aty, i në konë punktët e sebë aty. Jena hit me në gjestë se me donin në kem neti, na hit e poshtin, në rëgjek në asuj, e të da haradini për pa ma pasyshin a shku, ku im shku ka të në temin, atë natë me esë selimin im hi unë në lumë Bistrica, dhe ishtu im hi notën, e më shku, e këzeshti në konë i kanë panë zonë në rëbë dhe familjes tonë. I në konë 26 i në konë zonë në rëbë. Ta shqata rëbë që i konë zonën aty, Radovan këzishin e kumë një kune, e u hinë shpi, kumë dhonë me emën, u hinë shpi Marian Malotës. Marian Malot atë natë u ikë me shkiju shku në bingjë. Me shkiju ikë. Sot o veteran, Marian Malot o veteran, unë e kumë një Radovanin shpetina o i. Në una e tina më ka thonë mu se mu në biboj dëmë vetit shumë. Pse biboj vetit dëmë? Jo që poj tuta për dyne. Po sot e kanë bo veteran Marian Malotën, që apo në indi që... Mirë, bashkëpunim. a ka qenë... E që ta e njësë i kanë bu dëmë Kosovës. Lutna, a ka qenë Agim Qeko, kryetari i komisionit? Për shka? Për verifikimin e ushtarëve pjesëmarrës të dëshmorëve. Po, sa di që kanë volta. A u bo veteran përmes Agim Qekot? Kush? Ai që për përmeti. Përmes kujna? Jo, përmes tjetër kuj. Ja, në fund e kanë shku Agim Qekot. Ja. Se kanë shku Agim Qekot ish. Po, e ka dhonën e kujtuat ku e morë, dhonën e s'kumorën për Agim Qekot, unë e ku morën pej, ma ka dhonë... Pa kanë shku kryetari komisionit. Jo, për nani, shku jena orën Prishtinë, e ki mushet formullar, ta ka dhonë një komandant i thjeshtë. Edhe jo në Prishtinë e ki morë, ki drejt mu po veteran, e kanë morë ka 5.000 euro, e kanë morë gjinë, e kanë bo qatinja shumë tjere, kështu po të më thonë, ja përmene emni, po po thëmë apet ku me ja përmene emni. Këtë të regave i pratë ty, në vetëm nuk papajtojsh. A ka zhjo më gjuna, më konë, ku për neve, gaz, më konë Marian Malota, e x tjere tjenë ka të në temin të dhejti kom, më konë, veteran njesin se kanë dërshtë asë luftën. E këta që e kanë bo luftën edhe e në konë koka e uqekes, si nuk e manë mene historia popullet shqiptarë, nej herë që ka pas uqekes, luft, ma të shenjtë, se që kjo, 3 lufta që në bonë, në Neritë dhe në Presheve, edhe kështu që në bonë, 3 lufta që jënë ma të shenjtat. Edhe një diçka, po. Edhe një, dhe shtë me thonë këtina. Mësini të nga dëmtu, se këto është qëllimi i Sërbisë, tashti. Jo, vishto. Që kjo është procesi mbyllur, është kapitulli mbyllur. Mos jem të dëmtu vishto, diçka. Bashkimin kombëtar jena të dëmtu, se jena të dëmtu bashkimin kombëtar. Se qëllimi i Serbisë me nol, që qëta shqiptar, s'ka pas kush i nol, qëllimin e bashkimit kombëtar. Kjo ka na bën dëm shumë ma që kjo gjyqjavës. Bashkimin kombëtar. Është duke trajtu vepra individuale. E kum prejk luftën me dur. E im hina për këtë duka gjenë e denë Mitrovic dhe pëkim shujti e shmoj shumë njës ma të fort në botë. Pasha Zotën, që ta është kumë njëse i marta e fundi... A ke Hashim Saqit, lutna, aj që ke të shku me në shku... Zotim hinë gjëna që kumë full ka e pa lidhe... që ke të shku me në shku marveshëm... Unë nëse kumë gabu... Me në shku marveshëm... Unë pendone nëse kumë gabu së të ligit me një mu gjoma gjëna që kështë e kini. I kem një mu të reshtit, i kem një muna, njës dhe më të ligjë. Ata, bën e men të e ka të vramë babën,
u shku ka lëmru azyllin e mu, ka marrë azyllin, e ka përmenu sheken e ka gjujtë poplën e vetë posta i Pirçelit. Po në ti marrë më ka po. O, me Qina, a përdën me Qina. Unë e kur dush vitë ti, bunë avukati jemi, unë ti kalzoj me Qina njëz. Që në orë dhe kanë lëmru, ka thonë u qekeja në ka vra, në ka la, ka sha u qeken. Këta s'kanë më ftyrë mëre. Kur bota vjen e thot në gjyqin e Hagës thot, këta e në kona latë tunë, dore djatë, u që keni kem pas na. Mo një mërë vla prej zatë zotit. Po ka të bëjë bre kjo? Po mërë ka të bëjë mërë, se dhe dërnica, di kush jeti, dërnica, në përqëtëri e kam dhe ime. Vishë tu, që e du si ta pova një djallë, në leje, prit. Ta pova një djallë, a i djallë, je dhim me shumë, se je konë luftetar e vërtit. Jo, bre, je konë luftetar. Ja, ta është kapzoj. Ja, që të kërëve dollë, prit. Luftetari nuk i ka hije, me mbrojt krimin. Cëllin krim? Pasha zotën, baba jam, mësi pasha thonë, babë A është krim 12 veteran, luftetar, që janë listën e veteranëve që janë lindë në kohën e luftës. A është krim kë? Krim nuk është, po kesh për dërejmë. A është krim? Ja, krim sash, po kesh për dërejmë. Po qështë nuk është krim? Njerën që ka lindë në luft me ba veteran luftetar, me krasu shanë me ty që ke është po jo krim, kesh për dërejmë, po. A është krim ato që ka hona forcav, serbe sot e ki veteran luftetar. Qajo krim. Pajtuna. Aje dhe që kishin këj, jo. A pajtu është një sam, vaj. A pajtu është që tha Musa, kanë vrollë dhe këja, a pajtu është aju, se të tha. Që kanë vrollë nuk e di, po... Jo, ata me pare, jo që janë djeni edhe hiç ju ka prish shefi, besoj shumë. Dhe dhe kësë që ka prish shefi kur kanë vrollë? Po, disa aty, veç për shkak me eliminu konkurenca tyne. Kush për tyre për shumë? Ja, s'pas përmenja, më mirë, po, se mund me qenë që është jetë ndihme, mirë, po... Bashkë qefi që ka prish shumë kujtë për sepse ka shumë kanë deviju Po, ati ndihme kim do foto. Nëse ko mësi regjia, fotot e gazit, që to gazmen Halilaj. Në një vorrem kam qenë rojnë, një zjarë ndere, nivel Kosovës, kemi qenë në fshatin Abrinja e Epërme. Kështu do me thonë je sigurim të varrezat e... Jo, sigurim, jo, në vorrem jemi. Në vorrem jemi gjatë luftës, rojnë zjarë ndere. Ju kemi qenë apshe me armë të vërteta, mi gjutë 3 pluma për nderë të vepres të disa dëshmorëve, po në fshatin Abrinja e Epërme. Pasaj që këtu tja si kam qenë, që aja ka qenë ma sikletve, kur kam qenë zjarë ndere, kur është vorrus generali Rasim Kiçina. Rasim Kiçina, po. Do të thot, a ke qenë edhe rojë ndere, a ke qenë edhe rojë ndere të... 4 vjetë e gjys kam qenë rojë ndere të vura dhe mjashojta, 2 ushtarë që kanë qenë... Që do me thonë, do të më konë person shumë i rëndësishëm edhe i veçantë, për me rujtë aty, apo? Unë mendoj që po në atë kohë, gjithë s'ka mujtë me në qendru te ku ka e komandonta dhe mjashare. Ta shte ko regjia, fëtë se... Ata 2 ushtarë që kanë qendru aty, njëri prej tyre kam qenë unë, do të thotë, dikun 4 vite e gjys. Po. Mirë po... Tjetra ke? Në vja ka shumë miri. Qëto? Po, këtu janë prekas, që përshjet pa i par regullun, që dë drasa, dë të spi atë, vite 2000... Ma i bukri që të bëdogësh? Nuk e di, mirë po një foto e vjetër, 2 ushtarë kemi qenë, a për shefar burri mire kom? Bono që grabë, si të ka e me shëmtu vetën. Mo bre bur Allah, i dhe si ty s'ko i. Qëre, dove që s'ka luftu i ko i e me kishtë. Ja, Drenicës bili Drenica. Ty s'ko i e. Drenica, ma të fortë të botë. Ty s'ko i e, që e kon luftore e kemi kusherit nga atë. Nuk po du me përfitu kur gjo, kemi kusherit nga atë, një gjaket. Preka edhe Dima, Halili sa kanë qenë vlazen. Halili e qenë. Edhe une, në përro burët tyne, dhe në shpia tyne, kam qenë sikur në shpijat e mija dikom prej dhe vitin 2000, pasat e kam shku në polici. Mirë po, alë që më ka dhimë mas shumë ti. Qdë 5, 6, 7 mars, me një shatit keq, i në regullesha këtë drasat vorel, disa komandanta vishin me gjipa, tu ka u drelke. Bindo edhe paret për këtu reza që kemi qitë pej pare, pej pagav tona, i kanë vjedh e si kanë shti këtu. Anë edhe pajtër. Ta ndjek me edhe një foto tjetër e ki, diçka? Kjo ka qenë... Po, regjia nëse më nësh? Qëto? Qa ke pos gaz këtu një me? Këtë, 2 ditë ma herët jam bon operacion prej tumorit në buzë trunit dhe konja 3 cm mrena në kokë. Te kush? Më që vonë të petrila? Jo, edhe
kam që po shije gjendja prej hiperngarkesa, se rrugat që marrë dhe i këtë nuk ka qenë me lula, mirë po ka qenë veç Zoti e din, një 20% e din familja, jam ju din një 3% A është edhe pasojë asoj pak dhe më pesha? Po. Edhe mu ka shfaq të mërë në trum, ju mërë në trum, po të truni, jam bërë operacion në kom hjek. Tash jenë regull, dhe okej gjithka? Jo, mu ka fillu apet dhe mu ka dash pas taj me intervenu, po nuk dash ta me emocionu Tu ka intervenu prap? Po. Ty hera? Jo, mu nuk banë se është një mundësi shumë të thot 99% e pas sukseshme, edhe duhet tash me pas një kujdes. Mas dash ta me një këtë A tu ka shfaq apet? Po, pak po. Po, dhe thot se nuk ka pas sukses, mirë po kjo është. Zotit i mëft, që më thonë? Kam qenë duke mbrojt një vajzë trafikim me qenje njerëzore. E di e kom po që kur e ke qitë foto. Edhe nuk më dashë mungu kam shku në këtë gjendje, që po shihet, fotografia është në salë gjyqët, kam mbrojt gjykim. Bravo. Këtë gjendje. Edhe, mos a merë një për laudat, mirë për rast, këtë rasti i përfasaj falë gjendje. E kema një fotot Musa Smollit, diçka unë e po du sonte me publiku, nëse më në shregjia, që kjo është një list, ku e përmen një Musa kështë s'ka dosht, po unë e po du, një list ku Musa në atë ku, me mësit e veta dhe forcat e veta ju kanë dimu qëty me persona. Ka lista dhe tjera, por veç to e kom qitë. Unë e di që ju kanë dimu edhe shumë ma shumë Këta antarë morrin nga Musa Smolli, Nazef Mangjulli, Hamide Fejzullohu, Recep Haxhiu, Shaban Ramazin, Lakrasniqi, Enver Rama, Hajdin Aliçka, Raba Thaçi, Hariz Murseli, Ramadan Raci, Azem Huti, Feridi... Atë fshatra, nuk ishte fshatra, ti ishte emnat. Adresa fshatrit, Skenderaj, Tërnas, Lin, Vojnik, Turiqes, Laush, Broj, qëta e në emnat fshatra, Për men emnat dhe fshatra. Klina e Begut, Sheshi Vjetër, Qubrel, Laush, Ljubovec, Likovc. Musës. Më falë është nështë pak emocionuese, po me sa parën mund jetën të sëtë. Unë me 204 euro... Pa duke full për dërgjegjen tem as pare edhe të gjithë me 204 euro. Me 204 euro jetoj, 2.000 euro kom fakturën, 2 fëmijëm të shkollu, në Prishtinjem të jetu. Mirë, a nuk është e ranë fëmija shumë politikajve komandantav që u bojnë konkurencë fëmijëve që ikve në Dubai, fëmija tyne, e ti që ke lonë Amerikën ke ardhë, me jetu me 204. është eron, e ka thonë një milioner mu. Ajo, është eron. A nuk dohet më mbrejt në dërgjegja mu? Po nuk ka faja e, pse unë nuk më dit me menaxhumetin. Ja, heq. Unë po shtoj me shëndet si bashkë mirë, po shëqyr që kemi gjallë. A nuk dohet, unë kur të bim me flajt, unë gazmendi, ju tjerë, nëse ku morë sot 200 euro në ditë, mos më mbrejt ndërgjegja, me thonë, e kalaj se një Musa Smolli është keq. E vërtet. Unë sot i kam në mollinin e Mleçanit 20.000 kg grunë. Milë. A duhet unë më bon rahat me flajt i qetë nëse një bashkëluftetar S'ka milë me, buk me. jetën me 200 euro. Musa Smolli, që pjesë ka që ma prej mos me ka për media, shko ton jetën sot kam që aty merë e aman mos blej. Na, veç një. Mos blej. Ka dalë. Mos ma qëton Mas po e fëndit, se nuk jam të e po këtë pjesë. Nuk u ka des kërkosh për buk, po une jem të shkollu, jem të nxerë, se une e di pse jetoj. Për mu, vlera ma e modhe në bot është që jem të nxerë 2 doktor. Ata 2 doktor, jonë është koshare edhe rabioni 2 doktor. Koshare e kalon vojzë me ka 2 fakulteta me dheshe jonë fëmijat mirë. Vesh një deshta me cek, mas i ra fjone. Po, se jetë në fund, po. Ylfete u mullin e kom vajzë, kër e kanë vra dit ylfete u mullin për të jev, vajza mu më ka lindin në konë demonstrata në pej. Sët, shqiptarët mi adhon një masë, për shta për thëmë me të likin më s'pash punë. Një masë mi adhon të të më po kontratë se ta len masën me të sofuni. Sët e kom qike, gjatë ylfete, se kom lën luft, edhe Adelini, kom lën luft, e kom shrejt shpinë e bizneset, sot e kom qiken e madhe pa burë. Mos, Vespa. Se ma ka kesh përdojrë. Dhe ma lufta, Klutna. më kalon pasojat e veta. Unë i një 20 komandanta që i kanë minimum, kanë 200 hektar tokë, pruna, vetura, ato, që nuk i dihet. Kolla se që nuk kam, për shambull. Disa thash. Mirë mos. Edhe me shëndet pasho që mirë, jo, nuk je mirë, po, kam qenë me thonë jetë shumë mirë, edhe jem shërru, gjithë po kope baj për publikun. Ju për kam për unë të din falmes për ju, nuk ka lidhe për ata. A duhet mu një qetë, për i thamë vete tëne,
Ju s'dohet, e thoj për thua. Nëse ti je kes përshëndetit, edhe jetu i shkollu fëmin edhe jetën me 200 euro. Kushte mizerje, po. Jo 400 rëjmë i kom vëlloj e sët bëlli manolin, atë në shko më dojnë, shko më bo. Jam gjendje me boni një farloj aksioni edhe me disa bashkëdhetar, disa shok, disa që në kamit pak njerëzillak edhe met një mu me dorë për eksolistate se bilet ti, hajde qëre, nëse unë pas të luftu. Unë që aty s'kum pas qore, se s'kum pas ka shkoj. Por nëse ke arë prej Amerike, mus, na kemi obligim si shoqëri më kujdes. Bile përshëndetje. Ja, s'kesh përdorë atë, bile bylle më të mirë gaz. Mos përdorë se tash na gaz bylle më të mirë. Ti s'm ke thon. Ja, s'm ke thon. Ditë sotet Vishnja po të më thon kështu. Po ndërgjegja jam. Dy studenta, ata dy studenta nuk nin, më kanë thon bab. Mëski gole se në tash u gati u bërë aty në shorë. Ma mirë për me mshele emisionin sonte nuk di çish ka mujt me ndodh. Falënderes për ti, ka është maj. Mund befasaj gozi, pasha zotit. Unë kom që me jetu. Mos, lejnë du, ka punoj mos mëj me punoj. Nuk e mirë, jam i paralizuar. E po vetë gozi, se kem të zyre gozit e avokatit. Një ushtari u qëkës, me konë këtë gjendje, me shëndet edhe me mbjetu, une nuk linë rahat. Ata bukë që hanë që nginë ai që është njëri, ai që po. Une bindu që kam haram nësë unë rriqit ku është qiftin tanë dhe shumë tjerëve që janë këtë gjendje. Po e mësenut gozi ka përvet, edhe unë e pajtona si kjo. Urë diska që që tu vesh pa ku mërzita unë mërzita një. Jo, ti s'na ke thonë. Mu më thëtë shpirti jam. Në orë pre Amerike, 13.000 km. A mujde me mojnë vefse që të më qatë lisë së dy. Me shkrit gjithë shka, edhe me metë këtë gjendje, edhe na me thonë, hajtë se mirë është, unë nuk më e bo gjumën e qetë. E nuk e di, unë e vish për qëta për mërzit në unë. Edhe te unë je arsëtun qka të falsh, qka të vepresh, je arsëtun se di që ke vujt. Bravo, Dr. bravo. Qështë të mu shumë? Ma mirë mos kam që që mbyllë me sjo veti, ku gjëse është mbyllë e fantastike. Që dura? Avokat, falinderit shumë, je respektu më ndërru, falinderit shumë. Kapë në për fjole për të në qëtë. Falinderit edhe notën e mirë dhe mi shikuzve ka që të përsonte.